Një 40 vjeçare nga lagja Mllaki në Gostivar është në rrezik për jetën pasi një veture tipit Jeep Fiat me targa të Austrisë e ka goditur atë dhe e ka hedhur në 10 metra largësi nga vendi i aksidentit. Sipas sektorit të punëve të brendshme në Tetov, aksidenti ka ndodhur mbrëm rreth orës 21:30, kur personi me inicialet AZ, 40 vjeç, ka tentuar të kalojë rrugën në afërsi të Makedonia Pat në Gostivar. 40 vjeçaria është dërguar në spitalin e Gostivarit, por për shkak të karakterit të rënd të lëndimeve në pjesën e shpinës dhe në këmbë është transferuar në klinikat e Shkupit, ku mjekët po japin maksimumin për t'ia shpëtuar asaj jetën. Një veture tipit Jeep Fiat me targa të Austrisë, drejtuar nga 36 vjeçari me inicialet AA nga fshati Padalisht dhe një këmësore e 40 vjeçare me inicialet AZ nga lagja Mllaki në Gostivar. Në këtë fatkeqësi, 40 vjeçaria me inicialet AZ është hedhur në 10 metra largësi nga vendi i aksidentit dhe përpasoj ka marrë lëndime të rënda trupore. Ajo fillimisht është dërguar në spitalin e Gostivarit, por për shkak të karakterit të rënd të lëndimeve, me urgjencë është transferuar për në klinikat e Shkupit. Prokurori publik dhe një ekip i stacionit policor në Gostivar kanë bërë inspektim në vendin e ngjarjes dhe aktualisht po punohet drejt zbardhjes së rrethanave se si ka ardhur deri në këtë fatkeqësi. Shumë e dëmit material të shkaktuar me këtë rast ka vlerën prej 60.000 denar.